Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Një ditë para Kongresit të Bashkimit, koalicioni Vlen në Maqedoninë e Veriut premton se nga 5 bëhet 1. Sipas koalicionit qeverisës, askush nuk ka besuar që këto parti do të arrinin deri këtu. Të shtunë rreth 850 delegat pritet të mblidhen në Kongresin e Bashkimit për ta vulosur premtimin e madh që Vlen të bëhet 1. Më 9 maj, në ditën e Europës, në Kongresin e Bashkimit, 5 subjekte politike do të marrin njëri nga vendimet më të rëndësishme brenda bllokut politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Është rezultati bindjes se shqiptarët nuk fitojnë kur politika fragmentohet, por kur energjia dhe përfaqësimi bashkohen dhe organizohen. Pikërisht për këtë arsye ky bashkim ka peshë historike. Ky është premtimi që Vlen u dha shqiptarëve, apelojnë nga koalicioni qeverisës në Maqedoninë e Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kuvendi i Shqipërisë miratoi ndryshimin në ligjin që garanton uljen e përkohshme të aksizës me 20% nëse çmimi i naftës kalon 220 lekë për litër dhe i benzinës 200 lekë për litër. Sipas ministrit të Financave Petrit Mala, ndryshimet synojnë mbrojtjen e konsumatorit. Është një instrument i përkohshëm, i domosdoshëm, që synon të amortizojë goditjet e një krize të importuar dhe të mbrojë drejt për drejt qytetarët shqiptar. Ne vijojmë të monitorojmë në mënyrë të vazhdueshme situatën dhe këtë po e bëjmë jo vetëm përmes bordit të transparencës, por edhe përmes strukturave tatimore dhe doganore. Kanë ushtruar rreth 66 kontrolle të përbashkëta, në të cilat janë konstatuar edhe raste me shkelje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i quajti aktin absurd dhe politik shpopullimi, kurse Gazmend Bardhi si alibi të qeverisë për të mos ulur taksat. Nga njëra anë kemi një tallje me shqiptarët, një propozim qesharak të qeverisë që ndërhyj në aksiz me vetëm 95 lekë të vjetra dhe vetëm kur çmimi i naftës shkon 2200 lekë të vjetra për litër. Pra një mekanizëm ekstrem që aktivizohet vetëm kur çmimi del jashtë kontrollit. E thënë ndryshe, qeveria pret për që qytetarët të digjen mirë dhe pastaj mendon t'i jap një pikë ujë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë përmbyll procesin për regjistrimin e partive politike në zgjedhjet e parakohshme. Gjatë periudhës 7 ditore, 1 maj deri në 7 maj 2026, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar njoftimin për pjesëmarrje në zgjedhje nga 22 parti politike, mos pjesëmarrje nga 9 parti politike dhe 3 koalicione. Lëvizja vetëvendosje do të jetë në koalicion me partinë Guxo Alternativën dhe partinë shqiptare Demokristiane. Pas zyrtarizimit me koalicionin vetëvendosjes në zgjedhjet e parakohshme parlamentare nga partia Guxo, paralajmërojnë se në këtë mënyrë kemi një republikë më të fortë brenda dhe më të sigurt jashtë, me orientim të palëkundër euroatlantik dhe me partneritete strategjike të konsoliduara. Ky nuk është një bashkim i përkohshëm, por një qendrim politike vendosur për qeverisur me përgjegjësi për të mbrojtur interesin shtetror dhe për ta vendosur qytetarën e Republikës në qendër të çdo vendimi, njoftojnë nga partia Guxo. Bota. Bashkimi Evropian u bën thirrje linjave ajrore të vazhdojnë të kompensojnë pasagerët për anullimet e fluturimeve të lidhura me rritjen e kostos së karburantit. Sipas Financial Times, Komisioneri Evropian për Transportin paralajmëroi kompanitë ajrore se rritja e çmimeve të energjisë apo kostot e larta të karburantit nuk konsiderojnë automatikisht rrethana të jashtëzakonshme që i përjashtojnë nga detyrimi për kompensim ndaj udhëtarëve. Europa importon një pjesë të madhe të karburantit avionëve nga lindja e mesme, duke bërë të rrezikuar nga rritja e çmimeve. Sipas rregullores europiane, pasagerët në Bashkimin Evropian mund të përfitojnë kompensim nga 250 deri në 600 euro për anullime ose vonesa të gjata fluturimesh, përveç rasteve kur kompanitë provojnë se shkaku lidhet me rrethana të jashtëzakonshme jashtë kontrollit të tyre. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.